Shikues nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Në fillim titujt kryesor. Opozita kërkon interpretim juridik për specialen, gjasat janë minimale që gjykata kushtetuese të merret sërish me këtë lëndë. Flamuri i Kosovës nuk valvitet fare në ndërtesën e komunës së Ranilugut, aty shihen vetëm simbole të shtetit serb. Vllaznim Hakaj nga Istoku zgjodhi Shqipërinë për pushime, por u kthye pa veturën e tij. Hajnat e vodhen kurse policia e ke shtrajtoi. Në natën e 4 të Dokufestit, për vizitë në kryeqytetin e kulturës, ishte kryeministri i Kosovës. Premtoi mbështetje për këtë festival. Partitë opozitare u bën sërish bashkë dhe në këtë formë duan ta sfidojnë pushtetin duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Ato besojnë se kishte shkelje gjatë votimit të gjykatës speciale në kuvent dhe këtë duan t'ia vërtetojnë edhe organit më të lartë juridik. 3 deputete që përfaqësojnë 3 subjekte politike dërguan faktet që dëshmojnë ato që opozita i quan shkelje kushtetuese. Opozita e bashkuar dërgoi në gjykatën kushtetuese amendamentin 24, i cili hapi rrugë krijimit të gjykatës speciale. Sipas Albulen Haxhiut nga vetvendosje, ky amendament, pos që krijon sistem paralel të drejtësisë, cenon edhe sovranitetin e Republikës së Kosovës dhe është në kundërshtim me 6 kapituj të Kushtetutës. Ajo se çfarë kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese është që ky amandament të shfuqizohet, për shkak se përmbajtja e tij është në shpërputhje me Kushtetutën, por të shfuqizohet edhe për shkak të aspektit procedural, sepse nuk janë përfill dispozitat kushtetuese dhe kemi kërkuar po ashtu që i njëjti amandament mos të krijojë pasoja juridike. Ndonse me dyshime në besueshmërinë e gjykatës kushtetuese, Teut Haxhiu nga AK-ja dha se po e shfrytëzojnë të drejtën e tyre si ligjvënës për t'i vërtetuar pretendimet e tyre, se në riprocedim të amendamentit 24 ka pasur shkelje procedurale. Kjo gjykatë ka humbur kredibilitetin për vetë faktin që themelimi i gjykatës e cila e speciale pra në kuvent, tregon edhe një herë që edhe komuniteti ndërkombëtar nuk po i beson më kësaj gjykate, po megjithatë ne si deputet kemi shfrytzuar të drejtën tonë. E Valdete Bajrami duke vlerësuar se në seancën e Tregushtit është shkelur vullneti i deputetëve, shprehu besimin që kjo gjykatë do të respektojë kushtetutshmërinë në vend. Është shkel vullneti i deputetëve në atë ditë dhe kjo na sjell sot këtu pikërisht para gjykatës kushtetuese që të kërkojmë nga kjo gjykatë spaku kjo ta respektojë Kushtetutën dhe gjyqtarët cilët janë brenda të mos e shkelin vetë ata betimin e tyre dhe të mos ta shkelin gjykatën dhe presim nga ky vendim të reflektojë gjykata kushtetuese dhe konform ligjit ta jap një përgjigje pozitive. Ndryshe, sot ishte dita e fundit për të inicuar kundërshti rreth miratimit të amendamentit 24. Haxhiu kërkoi nga presidentja që mos ta dekretoj këtë amendament, përderisa ata kanë kërkuar nga kushtetuesja mendim rreth ligjshmërisë procedurale të miratimit të këtij amendamenti. E gjykata kushtetuese ka afat 60 ditë për të kthyer një përgjigje lidhur me lëndën e opozitës. Por duket se opozita është ngutur kur ka vendosur ta çojë në kushtetuese vendimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për specialen. Ata që kanë hartuar Kushtetutën e Kosovës, por edhe që kanë punuar si gjykatës me vite në këtë institucione, shohin më ndryshe krejt këtë situatë. Një ndër ta është edhe juristja Gjulieta Mushkolaj. Ajo madje dyshon se kushtetuesja do ta trajtojë kërkesën e opozitës. Sipas saj, partitë opozitare kanë pasur fakte tjera ku kanë mundur të kapën, por jo në ato që i kanë paraqitur. Vendimin e opozitës për t'i kontestuar amendamentet kushtetuese të votuara nga Kuvendi për themelimin e gjykatës speciale, ish-gjyqtarja e gjykatës kushtetuese Gjulieta Mushkolaj e shesi të pamenduar mirë. Sipas saj, gjatë seancës së votimit të këtyre amendamenteve nuk është bërë ndonjë shkelje procedurale ose përmbajtësore, siç pretendon opozita. Në këtë rast është respektu Kushtetuta, sepse sikur t'ishin procedu edhe një herë, t'ishte procedu edhe një herë i njëjti tekst, nuk do të kishte pas kuptim, sepse teksti i njëjtë për cilin ka marrë vendim
paraprakisht gjykata kushtetuese është votuar edhe për herën e dytë. Madje ajo pret që gjykata kushtetuese as nuk do ta shqyrtojë këtë tekst për të dytën herë. Unë e pres që gjykata kushtetuese shumë thjesht nuk do të lëshohet fare në shqyrtimin e kësaj çështje, po vetëm do të thotë se puna është kry dhe është respektu kërkesa kyçe kryesore e kushtetutës. Përveç tjerash, ish-gjyqtarja Mushkolaj thotë se gjykata kushtetuese ka vlerësuar se këto ndryshime kushtetuese nuk i pakësojnë të drejtat dhe liritë themelore. Ndërkaq sipas saj, deputetët do të duhet të ngrisin shqetësime për votimin e ligjit për ndihmë juridike, pasi siç tha ajo, ky ligj privilegjon një kategori të qytetarëve, gjë që konsideron se është në kundërshtim me ligjet në fuqi. Derisa vazhdon debatin nëse kishte shkelje kushtetuese, i paqartë mbetet edhe lokacioni se ku do të ketë bazën gjykata speciale e Kosovës. Është folur për Holandën si vend, por Ministria e Jashtme e këtij shteti ka bërë me dije se ky vend ende nuk ka marrë vendim nëse do të jetë një koqiri gjykatës speciale e cila do të trajtojë krimet e luftës në Kosovë. Jo zyrtarisht, tashmë është bërë e ditur se Haga do të jetë vendi ku pritet të gjykohen ish-pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët dyshohen për krime lufte. Por qeveria e Holandës, siç ka thënë për Express Chris Becker, zyrtar për informim në Ministrinë e Jashtme të Holandës, ende nuk ka marrë ndonjë vendim nëse do të lejojë që tribunali ta ketë selin në këtë shtet. Ndërkohë ish ambasadori i Holandës në Prishtinë, Robert Bosch, kishte thënë se vendi i tij ka vullnet politik që tribunali tjetë në Hagë dhe se për këtë po negocion me Bashkimin Evropian. Janë pjesë e institucioneve të Kosovës, por ende e kanë të vështirë t'i pranojnë ato. Ndonë se është kryetari komunës Rani Lugu, t'i dal nga zgjedhjet lokale, i pari i kësaj komune nuk vendos flamurin e Kosovës në hyrje të objektit shtetëror. Më herët pati thënë që nuk ka para për të blerë një flamur që mund të kushtoj rreth 5 euro. Kurse tash, Granimir Mikic e cilëson provokim kur pyetet nëse ka arritur të sigurojë të holla për të blerë këtë simbol. Sido që tjetë, në këtë komunë ku mungon flamuri i Kosovës, valvitet lartë flamuri i Serbisë. Në objektin e komunës së Ranilukut vazhdon të mos valoj flamuri i shtetit Kosovës. Aty vërehet vetëm logoja me ngjyrat e flamurit serb. Kryetari i kësaj komune, Gradimir Mikic, ditë më parë kishte thënë se nuk ka para për të blerë flamurin e Kosovës. Kurse sot i cilësoi provokime mediale pyetjet nëse i ka siguruar këto të holla. Do të thotë se ne miremi me jetën e qytetarëve e jo me provokime, faleminderit. Dhe nuk është e vërtetë që kam thënë këtë. E derisa në ndërtesën e komunës së Ranilukut mungojnë simbolët e Kosovës, në shtëpinë e kulturës valvitet flamuri serb. Një veprim i tillë i kësaj komune të banuar me serb ka zgjuar reagime të mëdha edhe në Prishtinë. E fundit që ka reaguar është KMDL-ja, e cila ka cilësuar qesharake arsyeën e kryetarit se nuk ka para për ta blerë një flamur që mund të kushtoj 5 euro. Institucionet e Kosovës më nuk e kanë sfidë integrimin e serbëve. Ai me të cilin po përballet Kosova, sikurse edhe vendet tjera të globit, është terrorizmi. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyjseni tha se vendi nuk është në rrezik nga këto rryma ekstreme, por jo edhe imun ndaj këtij fenomeni. Tregoi se rreth 100 kosovarë janë rreshtuar krah organizatave terroriste, kurse 40 të tjerë tashmë janë vrarë në këto luftra. Kosova nuk mund të jetë imune ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, e keq kjo që po i kanoset botës. Andaj edhe vendi ynë mund të jetë cak i sulmeve terroriste. Kështu deklaroi në një konferencë për media ministri i Brendshëm Skënder Hyjseni. Ai bëri të ditur se Kosova nuk ka ndonjë informacion për ndonjë rrezik të mundshëm, por siç tha ai, ka institucione të besueshme të cilat nuk do të lejojnë që t'i zë gjë në befasi. Çdo shtet në botë sot është i lëndueshëm nga terrorist. Kosova nuk është imune dhe pikërisht pse s'është imune po bëhen veprimet që bëhen. Fatkeqësisht Kosova është vendi i origjinës i luftarëve të huaj. Fatkeqësisht. Dhe atë në bazë statistikave për kohë banore, kjo është çështje bukur serioze dhe kjo është arsyeja pse kaq seriozisht jemi të u marrë me këtë problematikë. Ministri Hyjseni ritheksoi se rreth 100 kosovar po marrin pjesë në luftra në Siri dhe në Irak, ndërsa 40 shtetas kosovar janë vrarë në këto vatra krizash.
Numri për afërt është i atyre që aktualisht janë Siri dhe Irak, i për afërt është rreth 100, ndërka që janë deklaruar si të vrarë rreth 40. Domethënë ky është numri cilin përkatësisht informacionin cilin ne posedojmë, dhe ky numër nuk ka pësua në ndryshim në 2 muajt e fundit. Ne duhet dhe jemi në përcjellje të situatës. Natyrisht nuk është punë e lehtë që gjithmonë të grumbullohet informacion kredibil dhe valid. Duke folur për rezultatet e treguara nga Policia e Kosovës në rastet e fundit, Skënder Hyseni theksoi se qytetarët duhet që organet e rendit dhe ligjit të gjykojnë në bazë të punës dhe sukseseve, e jo në bazë të paragjykimeve. Në paraqitjen e tij para mediave, ministri Hyseni foli edhe për migrimin ilegal, duke thënë që një gjë e tillë ka dëmtuar Kosovën, por më shumë vetë individët, të cilët morën atë rrugë pa menduar për rrezikun që mund t'ju kanosej. Ministria që udhëhiqet nga Skënder Hyseni është radhitur si institucionit që nuk gëzon besim të madh nga qytetarët e Kosovës. Këtë hulumtime ka bërë Kipred, e cila po ashtu renditet edhe qeverinë e Kosovës si institucion më pak të besueshëm. Ky rangim ka nxitur reagimin e qeverisë së Kosovës, e cila përmes një komunikate për medje ka sqaruar se përtej perceptimeve të plasuara nga anketat apo forma të tjera të hulumtimeve, ekzekutivi, siç thuhet në komunikat, siguron qytetarët e Kosovës se institucionet e shtetit janë në nivel të detyrës së tyre për ruajtjen e plot të rendit dhe të sigurisë në vend. Ministria e Jashtme e Kosovës po vazhdon me përgatitje teknike dhe lobuese për procesin e antarësimit të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO. Zëvendës ministri i Jashtëm Petrit Selimi është takuar sot me ambasadorët e përfaqësuesit e shteteve anëtare të Quintit në Kosovë në vazhdën e konsultimeve gjithëpërfshirëse rreth procesit të antarësimit të Kosovës në UNESCO, si dhe në organizma të tjerë të rëndësishëm ndërkombëtar. Ambasadorët e Quintit konfirmuan mbështetjen e tyre të plot Kosovës në përpjekjet e saj për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Javën që shkoi, zëvendës kryeministri i parë, njëherësh ministri i jashtëm i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, u ka dërguar letra 195 homologëve të shteteve anëtare të UNESCO-s për të informuar rreth mbarvajtjes së procesit dhe për të kërkuar votën e tyre në takimin e bordit ekzekutiv të UNESCO-s, që do të zhvillojë punimet në tetor, si dhe në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s në nëntor të këtij viti. Mezi e priti momentin që bashkë me familje të nisët për pushime në Shqipëri, por kur shkoi në Velipoj e kuptoi se ndoshta destinacioni ishte i gabuar. Vllaznim Hakajt nga Oro Berda e Istogut ju vodh makina e tipit BMW, ndonse pronari i hotelit ku ai kishte shkuar e kishte siguruar se gjithçka do të jetë sigurt. Por nuk doli të jetë ashtu. Makina e tipit BMW ju vodh, sikur mos mjaftonte ky dëm, qytetari nga Istogu, banues në Gjermani, thot se u keq trajtua nga pronari i hotelit, si dhe nga policia. Vllaznim Hakaj nga komuna e Istogut erdhi nga Gjermania për t'i kaluar pushimet në Shqipëri. Por gjatë qëndrimit në Velipoj, ati, siç thot ju vodh vetura tipit BMW, tash është kthyer pa automjet në Kosovë, i zhgënjur me pritjen që u bë në këtë qytet bregdetar, përkundër faktit se kishte paguar për parking dhe ruajtjen e saj. Veprimi nuk është, si që më ta spjegu, është, do më thonë, dashta me zmadhu këtë punë, dashta me tonë ata vizitorë që shkojnë me nditë që s'ka po botë, që s'ka mdodhi mu, mi ndodhë tjetët njësër, veç që ta ma fartë. Hakaj, jo veç që ishte vjedhur, por si që thot, ishte keq trajtuar nga policia shtetit shqiptar, të cilin e kishin akuzuar si gënjeshtar dhe mashtrues. Gjenja, unë hala nuk e marrë tamon qysh jem normal, hala jem me shtres, mas fort e shtresin që e banën policia, se dhe më thonë, ata me atë menimin e tyne, ata dashin më arrestua dhe shumë më mrej, direkt më thonë. Si ma kesi e në sjell. Hakaj i zhgënjur thot se nuk e ka ndërmend të ndalit me kaq. Shpreson se veturën do ta gjejë me ndihmën e policisë së Kosovës dhe organeve të drejtësisë.
Vazhdojmë me lajmet tjera, luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës Elton Zherka dhe Përmet Vula janë ndëruar sot në Gjakov me rastin e 17 vjetorit të rënjës së tyre në betejën e Junikut. Me këtë rast, zyrtar të kuvendit komunal e veteran të luftës kanë bërë homazhe pranë lapidarit të lirisë dhe te varrezat e qytetit pranë varreve të dëshmorëve. Kurse pas dite, komuna e Gjakovës organizoi akademi përkujtimore në shenjë nderimit të rënjes heroike të dëshmorëve. Kryetaria Mimoza Kusari Lila tha se kjo rënje ishte dëshmi se rinia gjakovare ishte gatshme për sakrificë. Ndjekim një deklaratë të saj. 17 vite më parë, kur lufta ka plej Kosovën si një imponim për së ndërtimin e idealeve, për një Kosovë të lirë dhe një ndërtim të një shtetit të pavarur. Ishte rinia gjakovare ajo e cila mobilizohej në masë për të shprehur gatishmërinë e tyre për sakrificë. Të vetëdijshëm se kishin të bënin me një pushtues që terrorizonte. Kjo rini u shëndrua në radhë të para të orëve të hershme të krijimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Eltoni dhe Përmeti, së bashku me 10 bashkëqytetarë dhe bashkëluftëtarë, njiheshin si djemtë e asfaltit, si djemtë e vijave të para të frontit, si luftëtarë të palodhur dhe të pamposhtur. Festivali DokuFest ka hyrë në ditën e 4 dhe dita ditës po zgjohet edhe më shumë interesimi për të parë këtë ngjarje kulturore. Në kryeqytetin e kulturës sot pas dite ka qëndruar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ne po lidhemi edhe sonte drejt për drejt me gazetarin ton Besart Galica, i cili do të na njoftojë edhe për këtë vizitë të parit të qeverisë, por edhe për ngjarjet që do të zhvillohen sonte në këtë qytet. Besart, linja është për ty. Përshëndetje Rezulli dhe përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e radio televizionit publik të Kosovës. Sot qytetin e Prizrenit përkatësisht dhe festivalin ngjarjen për më të madhe kulturore në vend DokuFest e ka vizituar kryeministri i Republikës së Kosovës, zotëri Isa Mustafa, i cili ka ofruar mbështetje financiare dhe morale sigurisht për vitin e ardhshëm të organizimit të këtij festivali. Veç kësaj kronike, sigurisht në orën 21 në DokuFest speciale që po transmetohet çdo mbrëmje sa të gjatë dhe DokuFesti, kemi përgatitur disa kronika të cilat trajtojnë në mënyra të ndryshme DokuFestin, si për filmat, po ashtu edhe për aktivitetet e tjera të cilat po zhvillohen në Prizren. Në vazhdimin ne do të ndjekim storin të cilën kemi përgatitur lidhur me vizitën e kryeministrit Isa Mustafa në Prizren. Ngjarjen më të madhe kulturore në vend DokuFest që po mbahet në Prizren e ka vizituar sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Në këtë vizitë kryeministri i udhëheqësve të DokuFestit u ka premtuar mbështetje më të madhe financiare e morale për vitin e ardhshëm. Është detyra jona, edhe si qeveria dhe si Ministri e Kulturës, që të përkrahim shumë a shumë të ngjarje kulturore. Natyrisht bëheret me rast në përgatitje fytyrën, sepse biseduam edhe më parë që ne nganjëherë po vonohemi edhe në përkrahjen edhe pastaj krijohen komplikime dhe për këtë mbulimit shpenzimeve dhe racionalizimit të gjitha punëve. Do të bëjmë përpjekje që në të ardhmen të jemi së bashku dhe qeveria ta jap kontributin e vet, sepse këtë meriton edhe DokuFest, meriton edhe Prizreni, veç mas ekipi i cili po punon edhe po bën angazhim shumë të mirë. Ndërkaq që Niko Qiri festivalit Veton Nukollari ka thënë se ka nevojë për mbështetje institucionale. Unë mendoj që vetë DokuFesti meriton më shumë mbështetje. Dhe gjithë ajo që ne bëjmë ka nevojë për mbështetje jo vetëm financiare, po edhe morale, po edhe në forma tjera, dhe kryeministri sapo e shprehi atë që do të ketë përkrahje. Kryeministri Isa Mustafa ka vizituar edhe Kino Lumbardhin dhe më pas është ndalë në qarshinë e qytetit në Prizren për të pirë çaj. Kultura dhe sporti janë ato që bashkojnë popujt më shumë se gjithçka tjetër. Ndasitë etnike marrin fund edhe në Kosovë kur bëhet fjalë për këto fusha. Të rinjtë serb të Ranilugut tregojnë se i bën krenar suksesi Majlinda Kelmendit në arenën ndërkombëtare. Këtë gjë ja thanë sot në një takim zëvendës ministrit të kulturës Recep Hotit, nga i cili u kërkua një mbështetje më e madhe. Hoti tha se kërkesat e serbëve janë minimale. Kryetari i Ranilukut, Gradimir Mikić, ka pritur në takim zëvendës ministrin e kulturës Recep Hotin,
ku biseduan për problemet me të cilat po ballafaqohet komuna e vogël e banuar me serb. Mikish tha se janë të lumtur që gjetën mirë kuptim me mysafirin që së bashku t'i tejkalojnë sfidat që i kanë para vetës. Gjërat po ndryshojnë, kjo për ne është shpresë e madhe me që kemi marrë garanca të caktuara, por një gjë jemi të bindur që nga tash do të fillojnë nga e mbara dhe së bashku do të gjejmë zgjidhje të problemeve të cilat janë të domosdoshme e të cilat është dashur shumë herët të fillojnë, apo siç thuhet, më mirë të fillohet dikur se sa kurrë. Hoti tha se kërkesat e kryetarit të Ranilukut janë modeste, ndërsa e veçantë e kësaj komune, siç tha ai, është që asgjë nuk e ka penguar ta ndërtojë perspektivën për qytetarët e saj. Kishëm shumë çka për mësuar nga kryetari, në kuptimin se si duhet të ecim bashkërisht më para dhe muzoj fakti që kontrolla se e ardhmja evropiane e kësaj ane është të pashmangshme dhe institucionet tona vërtet do të jenë më të vëmendshme në ndihmën e kësaj hapësire. Zëvendësministri Hoti u takua dhe me shoqërinë civile të kësaj ane, të cilët e njoftuan me kërkesat e tyre për mbështetje në kulturë, rini e sport, ndërsa ngritja e objekteve sportive është objektivi i komunitetit të kësaj ane, të cilët u zëtuan se do të aplikojnë me projekte në Ministrinë e Kulturës. Sporti dhe kultura o cilësua rast i mirë i bashkëpunimit, ndërsa të arriturat në këtë sferë, sikurse rasti i Majlinda Kelmendit në arenën ndërkombëtare janë shtytje për të rinjt e Ranilukut, të cilët 20 nga kjo komunë do t'i bashkohen një ekskursioni që pritet të organizohet në shtetet e rajonit nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Pas përleshjeve që shpërthyje në mes të grupeve të refugjatëve dhe policisë, zyrtarët e ishullit grek Kos, në të cilin janë strehuar mijëra emigrantë nga Siria dhe vendet tjera të lindjes së mesme, kanë kërkuar ndihmë nga qeveria në Athinë, përderisa kryebashkiaku i ishullit përmes një letre të hapur paralajmëroi se në rast se Athina nuk ndihmon, ishullin e pret gjakderdhje e përmasave të mëdha. Dhe nuk dëshirojnë të qëndrojnë në Greqi për të vazhdojnë rrugën drejt Evropës dhe vendimit që ata të vendosën në ishull, ku mungojnë kushtet elementare, nga një pjesë e madhe e refugjatëve shihet si një lloj burgimi. Shumë prej tyre i kanë deklaruar mediave se kishin shpresa më të mëdha për mbijetesë dhe ndiheshin më të sigurt përderisa ishin në Siri, se sa në këtë ishull grek. Edhe kryebashkiaku i ishullit, Yorgos Kyritsis, përmes një letre të hapur qeverisë në Athinë, ka paralajmëruar për pasojat e mos përmirësimit të kushteve të jetesës dhe proceseve administrative për refugjat, duke thënë se në rast që situata vazhdon, ky ishull i vogël do të përfshihet nga gjakderdhja e pakontrolluar. Ndërkohë, nën kryetaria e Bundestagut gjerman, e cila vizitoi ishullin dhe gjithashtu paralajmëroi për pasoja katastrofale në rast se nuk veprohet, e përshkroi Kosin si ferm mbi tokë dhe shtoi se kaosi dhe kushtet njerëzore do të vazhdojnë të rrisin tensionin deri në pikën kur ato të shpërthejnë, duke shkaktuar pasoja të paparashikueshme. Edhe UNHCR-i është bashkuar thirrjeve për veprim drejtuar qeverisë greke, duke kërkuar që Athina të vendos kontrollin mbi ishull, ku mijëra refugjat mbjetojnë në situatë të kaosit total. Nga ana e saj, Athina zyrtare thotë se është duke bërë gjithçka që mundet për të ndihmuar refugjatëve, por shton se Greqia, e cila për pak shpëtoi nga falimentimi, thjesht nuk ka kapacitete për të kujdesur për më shumë se 120.000 refugjat që vetëm gjatë këtij viti hynë në vend dhe kërkon ndihmë të madhe nga vende tjera të Bashkimit Evropian, të cilat, sipas Athinës, po tentojnë të shmangin përgjegjësinë e tyre për refugjatët. Disa zyrtar madje deklaruan se në rast që Brukseli vazhdon të mos e ndihmojë Greqinë me fluksin e refugjatëve, atëherë skenat, sikur këto të sotmet në Kos, do të bëhen dukuri e përditshme në gati të gjitha pjesët e Greqisë. Ndërkohë, Greqia arrin marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar pas 22 orë bisedimesh mes ministrave të qeverisë greke dhe kuartetit huadhënës për memorandumin e tretë të ndihmës financiare që do ta mbajë Greqinë në Eurozonë dhe do ta shpëtojë nga falimentimi. Ministri i Financave i Greqisë, Euklit Tsakalotos, ka deklaruar se është arritur marrëveshja me kreditorët ndërkombëtar dhe se kanë mbetur për të zgjidhur edhe 2 ose 3 çështje më të vogla, me të cilat merren tashmë grupe teknike nga të dy palët. Sipas ministrit grek, deri të ejtën marrëveshja duhet të miratohet nga parlamenti, ndërka që të premten ministrat e financave të Eurozonës mund të japin dritën e gjelbër për ndihma të reja financiare. Sipas të gjitha gjasave, Greqia është pajtuar për funksionin e një fondi të ri të privatizimit dhe mënyrën se si do të administrohen huat ndaj bankave.
Mirë po negociatat më të vështira do të fillojnë së shpejti dhe ato kanë të bëjnë me mënyrën se si zvoglohen borxhet masive të Greqisë që do të arrijnë pikën më të lartë në 2 vitet e ardhshme. Ministri grek i financave po ashtu ka thënë se Greqia ka nevojë për një marrëveshje prej 20 gushtit, kur do t'i duhet të ripagojë borxhin prej rreth 3 miliardë eurove ndaj Bankës Qendrore Evropiane. Ai ka shtuar se Greqia nuk do të jetë në gjendje të bëjë pagesën pafonde nga mosat e treta të shpëtimit të këtij vendi në vetëm 5 vite. Po e mbyllim këtë edicion lajmesh me një valle me motive kombëtare. Vallja nuk është aq e veçantë sa janë personat që e hedhin atë. Ndër ta është ish ambasadorja amerikane Tracy Jacobson. Videoja e hedhur në YouTube nga biznismeni shqiptar në Amerikë Heri Bajraktari është shikuar shumë edhe pse ka pak orë që ajo është publikuar nga portalet kosovare. Që konsideruar kaq për këtë edicion lajmësh, për informacione tjera, ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit rtk live.com. Ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbëjtje.